A jeni kurioz të dini se çfarë është dhe çfarë përfaqëson Fresh? Nëse nuk keni dëgjuar më parë, rini me mua dhe do t'ju mësoj gjithçka që duhet të dini. Çfarë është Fresh? Fresh është forumi rinor euro-socialist shqiptar i themeluar në vitin 1990 pranë Partisë Socialiste të Shqipërisë. Është një strukturë politike rinore e cila synon të përfshijë të rinj në jetën politike të vendit me frymën e vlerave social-demokrate dhe europiane. Qëllimet kryesore të Fresh: të promovojë pjesëmarrjen aktive të rinjve në politikë dhe vendimarrje, të mbështesë politikat progresive për arsimin, punësimin, barazinë gjinore dhe drejtësinë sociale midis të rinjve dhe të rejave, të forcojë lidhjet me organizatat rinore europiane si pjesë e familjes euro-socialiste, të përgatisë brezin e ri të politikanëve. Në realitet, kush e përbën Fresh? Fresh përbëhet nga të rinj dhe të reja, zakonisht nga mosha 16 deri në moshën 30 vjeç, student, të punësuar ose aktivistë të angazhuar në komunitet që ndajnë ide të majta dhe progresive. Për sa i përket lidhjeve ndërkombëtare, aktualisht Forumi Rinor Socialist Shqiptar ka lidhje ndërkombëtare me Youth International Union of Youth Socialists dhe Yes, Young European Youth Socialists.